Zarta, sapo të kaloj të kolegu Gjensil Shkëmbi, një raportim nga Korça. Gjensil, të përshëndes. Përshëndetje Greta, ndjes për ngatrimin, për shkëndetje dhe për anërin. Janë mbyllur në fakt të gjitha pjesët e procesit të numërimit të votave përveç qytetit të Korçës dhe Maliqit, pra është mbyllur Posteci, është mbyllur Kolonja, është mbyllur Devolli, është mbyllur edhe Pogradeci, vetëm përpara pak minutash është mbyllur Pogradeci ku përsëri Partia Socialiste ka triumfuar me një diferencë të madhe votash, 14.178 për Partinë Socialiste, ndërkohë që 8.700 për Partinë Demokratike. Nga ana tjetër, Posteci, siç e thamë edhe ditën e djeshme, ka përfunduar aty procesi i kandidatëve, po ashtu edhe i numërimit për sa i përket partive politike, gjysmë për gjysmë, pra 1.000 vota për Partinë Socialiste dhe 458 vota për Partinë Demokratike. Në Kolonjë, 2 fishi votave merr Partia Demokratike në krahasim me Partinë Demokratike, 3.700 vota merr PS-ja, 1.600 vota merr Partia Demokratike. Në Devoll, i cili duhet të ndalemi sepse është njohur si një bastion i djathtë, Devolli në fakt edhe pse në vitin 2023 Partia Socialiste mundi të fitonte me afro 300 vota, por ishin zgjedhje lokale dhe jo zgjedhje parlamentare. Devolli për herë është njohur si një bastion i djathtë, këtë herë Basti Niko Beleshit është fituar përballë Bledion Allbatit, pasi ka fituar me një diferencë prej 1.212 votash. Pra Partia Socialiste ka marrë 7.082 vota, ndërkohë që Partia Demokratike ka marrë 5.870 vota. Gjithashtu, edhe në Maliq është duke fituar bindshëm Partia Socialiste, diku rreth 2.500 vota diferencë vijon edhe aty, ndërkohë që duhet theksuar se në burgun e Pojskës të gjitha gratë, është kutia e burgut të Pojskës, aty ku 36 gra vuajnë dënimin, 33 të para burgosura dhe 3 të tjera të burgosura, të gjitha kanë votuar për Partinë Socialiste, ndërkohë që edhe burgu i sigurisë së lartë të Drenovës ka votuar për Partinë Socialiste, 101 vota, 101 persona të cilët vuajnë dënimin në institucionin e vuajtjes së dënimit në burgun e Drenovës kanë votuar për Partinë Socialiste, ndërkohë që 66 të tjerë kanë votuar për Partinë Demokratike. Nëse kemi kohë për të folur për sa i përket kandidatëve, Ilir Pendavinji, deputeti i cili kërkon mandatin e tij të 4, doktor Pendavinji është duke triumfuar për sa i përket kandidatëve socialistë, ka marrë më tepër se 3.000 vota personale deri në këto momente, të paktën për ato vota që janë numëruar në Kolonjë dhe në Postec, ndërkohë që nga ana e Partisë Demokratike shihet si favorit për të marrë mandatin e 4, sepse qarku i Korçës do të prodhojë 10 mandate, 6 mandate i takojnë Partisë Socialiste dhe ndërkohë nga ana tjetër pritet që 4 mandate i takojnë Partisë Demokratike, 3 janë në listë të sigurt, Ledina Lolli, Bledion Allbati dhe Ivi Kaso, drejtuesi politik i qarkut Korçës nga ana e Partisë Demokratike, ndërkohë që i 4 i favorizuar shihet paktën kështu sipas trendit të votës të jetë Andrea Mano, i cili kokë më kokë do të jetë përballë Kristiano Kocibellit apo qoftë edhe Fidel Krekës. Këto janë 3 emrat të cilët do të përballen me njëri tjetrin, pra edhe pse fakt kandidat për të mos i paragjykuar, kandidatët e Partisë Demokratike të cilët do të luftojnë për një mandat janë të shumtë, është Kristiano Kocibelli, është Fidel Kreka, është Andrea Mano, është deputeti aktual Edmond Spaho. Po ashtu është edhe Genti Çela i Pogradecit, i kryetari i Partisë Demokratike, është Gentian Çala, i eksponenti i lartë i PL-s, i Partisë së Lirisë, ndaj janë 6 burra të cilët po luftojnë për një mandat i cili duket që do të jetë në luftë midis Andrea Manos, Kristiano Kocibellit dhe Fidel Krekës. Mirë Gjensil, faleminderit shumë. Një nga gazetarët më të mirë që keni